Pikërisht për këtë temë, kam kënaqësinë që sot në studio të AS-it të zhvillojmë bisedë me sekretarin e përgjithshëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotin Bisrim Bisrimi. Mirëmbrëma, kënaqësi që sot të flasim bashkë. Mirëmbrëma, Kalba, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Zotë Bisrimi, siç u paralajmërua se të flasim për një temë që bisedohen edhe më parë, ka impakt të madh në audiencë, sporti, ku kërkohet shumë, ka shumë punë, por edhe pritshmëritë padyshim që janë të larta. Fillimisht, më tregoni se vlerësoni situatën aktuale të infrastrukturës sportive në Kosovë, ku kanë qenë prioritetet dhe ku janë prioritetet e Ministrisë së Sportit? Po viteve të fundit janë bërë përpjekje vazhdimisht që infrastruktura sportive në Republikën e Kosovës të revitalizohet, të rindërtohet, të ngritet sipas standardeve ndërkombëtare, tashmë pas ndërkombëtarizimit të sportit tonë. Mirë po sikurse në çdo fushë tjetër, ndikimet e jashtme që do t'i quaja, sidomos pas vitit 2019, kur gjithë rrjedha e veprimtarisë e institucioneve publike është përshkuar me kriza si ta zëm, krizat e mungesës së qeverisjeve në funksion të plot, pastaj të pandemisë, pastaj të ngritjes së çmimeve, dhe vetëm tani është arritur që gjithë programi investimeve në fushën e sportit në Republikën e Kosovës të marrë një rrjedhë të duhur, dhe mund të them lirisht që në vitin 2024 dhe në vitin 2025 janë bërë hapat jashtëzakonisht rëndësishëm në fillimin masiv të investimeve në fushën e sportit. Do të ato vitet paraprake po i quan në thonjza një pauzë për hartimin e projekteve që më pas të jetësojnë në praktik. Është dashur aq shumë vite të pritet? Do ta cilësoja si një periudhë kur janë bërë përpjekje por që janë përshkuar me probleme. Të cilës natyre? Të gjitha natyrave, duke filluar nga planifikimi dobët i investimeve, pastaj nga krizat e vazhdueshme buxhetore, pastaj në koha e pandemisë vitit 2020 dhe 2021, që qartazi i ka humbur 1-2 vite. Periudha e ngritjes së çmimeve rapide, ngritjes rapide të çmimeve në vitin 2022 dhe 2023, si rezultat i luftës në Ukrainë, po ashtu ka pas një ndikim tepër negativ në, si më thënë, dinamikën e punimeve dhe realizimin e planeve. Dhe tek viti 2024 dhe 2025 janë ato periuda kur edhe problemet me planifikimin, edhe problemet me projektimet e dobta dhe procedurat tjera administrative në raport me komunat, me lejet ndërtimore e të tjera janë adresuar në mënyrë të fuqishme, mund të them, dhe nuk e teproj nëse ju them dhe pastaj gjatë emisionit do të kemi mundësi ta saktësojmë edhe me shifra, që padyshim ky është viti i infrastrukturës sportive. Viti 2025 është viti i infrastrukturës sportive, sepse ajo çfarë ka ndodhur këtë vit, projektet që janë filluar këtë vit, si më thon, dinamikat që janë arritur këtë vit do të jenë bazament që në 3-4 vitet e ardhshme ne të shohim ngritjen ose përurimin e shumë prej impianteve sportive masive në Republikën e Kosovës në të gjitha sportet, por në sportin më të popularizuar në botë, në futboll veçanërisht. E thatë që 2025 është viti i infrastrukturës sportive në vend, do ta quajmë ndoshta më saktë i nisjes së punimeve dhe vit të infrastrukturës. Urojmë që këto projekte të përfundojnë dhe të mos mbesin vetëm në letër. Do të mundohemi të ndalemi një pak a shumë të arrim të përmendim gjitha në minutat që i kemi të rezervuara për këtë temë. Do të ndalemi fillimisht tek Pallati i Rinisë dhe Sportit, që është planifikuar të rinovohet si një objekt modern dhe multifunksional. Na trego pak më shumë detaje për këtë projekt dhe realisht cili është afati real i përfundimit? Po, projekti i Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë është njëra prej, si më thon, komplekseve sportive në cilën do të zhvillohen pjesë caktuara të lorave mesatare 2030. Ky kompleks do t'i nënshtrohet një rekonstruksioni total, një renovimi total, kuptohet në pajtueshmëri të plot me ligjet e aplikueshme, veçanërisht ligji për trashëgimi kulturore, marr parasysh që është monument i trashëgimisë kulturore, sepse dihet që është, do të thoja, ID karda e arkitektonike e Prishtinës ky kompleks. Ne aktualisht po zhvillojmë diskutimet me Bankën Evropiane për investime.
kemi arrit marrëveshje për të hartu projektin ideor dhe skematik sipas terminologjisë zyrtare të tyre, që do të jepet në formë të donacionit për Republikën e Kosovës, po do të kemi një ekspertizë ndërkombëtare për një institucioni kredibil ndërkombëtar financiar që ka përvojë në zhvillimin e projekteve të kësaj natyre dhe që ne do të kemi një projekt pa diskutim që adreson në mënyrë të plotë gjithë problematikën e rekonstruksionit total të Pallatit të Rinisë dhe të Sporteve dhe më pas do të kalohet në fazën e negocimit kredis, e cila pastaj do të bëhet ndërmjet Qeverisë Republikës Kosovës dhe do të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Ka një datë kur pritet të nisen dhe të finalizohen punimet? Brenda vitit 2026 presim që të kemi finalizimin e projektit ideor dhe skematik dhe pastaj ngelet detyre institucionet Republikës Kosovës që të sigurojnë faza tjera të projektimit, sepse bëhet fjalë për një ndërhyrje mjaft komplekse me shumë investime dhe me shumë ekspertizë nevojshme që duhet ketë ky projekt dhe pastaj do të kalohet pas pjesës 2 të vitit 2026 do të kalohet në fazën e negocimit të kredis dhe të fillimit të ekzekutimit të atij projekti. Unë besoj që vlerësimet e paraferta për renovimin total të Pallatit të Rinisë dhe Sportit mund të shkojnë parafërsisht sipas vlerësimeve preliminare të ekspertëve jo të bazuara sigurisht mbi 60 milion euro dhe ky do të jetë si më thonë investimi që do të japë përgjigje çdo lloj sfide të atij kompleksi i cili përsëri do të rikthehet kryeqytetit, komunitetit dhe vendit tonë sipas destinimit të tij fillestar që ka qenë qysh kohën kur është ngrit. Do të ndalemi tash tek stadiumet, tek sporti më popullor në botë. Sa stadiume janë aktualisht në ndërtim, në rinovim apo edhe në planifikim për të investuar që janë nën ombrellën e Ministrisë së Sportit dhe cilat janë ato qytetet kryesore në cilat po investohet? Po aktualisht unë e thash më herët që në vitin 2025 vlera totale e projekteve që janë kontraktu në sport është 92 milion euro. Më thonë vetëm 2025 ne kemi kontraktu në një numër prej 30 projektesh kapitale dhe që vlera totale është 92 milion euro. Nga këto do t'i veçoja, do më thonë rifillimi i punimeve në stadiumin e Gjilanit në vlerë prej 13 milion euro që është bërë në muajin maj. Pastaj vazhdimi i renovimit stadiumit Gjakovës në vlerë prej 9 milion euro, një projekt që financohet tërësisht nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në bashkëpunim me komunën e Gjakovës, që ata kanë zhvilluar procedurat dhe i bëjnë mbikëqyrjen. Pastaj stadiumi i Suarekës që ka filluar një stadium në vlerë prej 11 milion eurosh, pastaj stadiumi i Prizrenit kategoria 3 që është lidh kontrata dhe presim sa më shpejt që të marrim leje ndërtimore nga komuna, sepse kontrata është nënshkruar në muajin shtator. Vlera totale e projektit është 13 milion euro, pastaj është stadiumi i Ferizajt që është nënshkruar kontrata, vlera totale është 17 milion euro. Pastaj stadiumi i Drenasit është në vlerë prej 5.3 milion euro që tashmë ka filluar punimet. Stadiumi Ndims ose kompleksi servitor i klubit futbollistik Prishtina në vlerë prej 1.6 milion euro që është duke ndërtuar në Bërnic, pastaj stadiumi i qytetit Zar Parazitit në Podujev që së fundmi ka filluar punimet ku do të ringrihen kulmet e tribunave dhe tribuna lindore si dhe ndriçimi në vlerë prej 2 milion euro. Pastaj kemi përfundimin e stadiumit në komunën e Shtimës, do të thonë që për pak ditë do të përorohet dhe do të mirëpres ndeshjen e parë futbollistike në vlerë prej 2.5 milion euro. Vazhdimi i punimeve në stadiumin Olimpik Ademi Ashari, një projekt që për fat keq kemi pas disa vonesa në këtë impiant, tepër të rëndësishëm, por që Ministria këtë vit bashkë me operatorin ekonomik me kompaninë mbikëqyrëse të punimeve ka ndërmarrë hapa vazhdimisht dhe së fundmi kemi dakordu një projekcion të ri për vitin 2026 që do të kulmoj me përfundimin e punimeve dhe si me thëmë përurimin e këti impianti. është përfundu fusha ndimse në Komoran, është përfundu fusha ndimse në Suarek dhe
po vazhdojmë punimet në Gjilan dhe në Mpej, pastaj kemi edhe stadiume tjera të cilat janë në procedurë prokurimi, siç është ai Pejes, që është në proces të lidhjes së kontratës në vlerë prej 19 milion eurosh, stadiumi Vushtres pra që është në vlerë prej mbi 6 milion euro. Kështu ne jemi afërsisht në mbi 14 stadiume anë kënd Kosovës, duke punu vazhdimisht që të Në bazë të prioriteteve, kush I cakton prioritetet se në cilin stadium duhet investuar, do të kush nga këto qytete ka marrë prioritetin e parë? Ministria e Kulturës, Rinjisë dhe Sportit, sigurisht me vendimin ose me orientimet strategjike të strategjisë për sport dhe të qeverisë Republikës Kosovës, ka hartu një plan 5 vjeçar për ndërtimin e 20 stadiumeve në gjithë Republikën e Kosovës për 5 vitet e ardhshme në vlerë mbi 200 milion euro. Dhe gjithë kjo punë që është bërë këtë vit, do të thotë në vitin 2025, është rezultati masave për zbatimin e këtij orientimi. Pra ne kemi një, si më thënë, orientim të tillë që të kemi gjithë këto stadiume tashmë të ngritura në Republikën e Kosovës, bazë vlerësimit nevojave që është bërë me Federatën e Futbollit Kosovës, me interesimin e gjeneratave të reja për të përfshirë në shkolla dhe në gara sportive, në futboll. Natyrisht që prioritet do të kenë qendrat e mëdha administrative, por edhe klubet cilat tregojnë rezultate. Këto dyja do të jenë, si më thënë, bazat kryesore se si ne reagojmë pak më shpejt, do të thoja në kuadër brenda planit, por për fat mirë ne deri në këtë moment jemi, do të thoja, mbi mesatare të përqindjes, si më thonë, realizimit të hapave që janë parashikuar për këtë periudhë. Sigur se e thash, pra është një numër prej afërsisht mbi 14 stadiumeve që në këtë vit ose ka vazhdu puna ose janë fillu punët. Pra besoj që nuk ka asnjë vit tjetër në Kosovë që 14 stadiume, si më thënë, kanë fillu punën brenda një viti. Zotërisimi, padyshim që në projekt ekziston një datë dhe një afat se kur pritet të finalizohen gjitha këto. E di që është shumë vështirë, përmendëm edhe pa më herët dhe në pamje stadiumin Adem Jashari në Mitrovic që realisht është një mëkat në gjendjen cila është lënë shumë vite. Ka një datë kur pritet të finalizohen? E para që më vjen mendje ta them është që besoj ti pajtohesh me mua që nuk do të dëshironim që këto stadiume tjera t'i përcjell fati stadiumit Adem Jashari në Mitrovic. Gjithmonë presim që, dhe nuk besojmë që do të ndodhë një gjë e tillë, sepse janë bërë përgatitjet që të mos ndodhë një gjë e tillë. E para me përfundimin e lejeve ndërtimore, ne nuk kemi filluar punë në asnjë rast pa, si më thonë, një lloj dakordimi me autoritetet që I lëshojnë leje ndërtimore, herë Ministria varësisht kapacitetit, ajo është përcaktimi I ligjit për ndërtim, herë komunat. Sigurisht që ne gjithmonë kemi bërë përpjekje që projektet jenë sa më mirë studiuara, sa më mirë punuara dhe po ashtu procedurat administrative të përfundohen që të gjitha dhe në mënyrë që projektet të mos ngecin rrugës siç ka ndodhur me stadiumin Adem Jashari. Siç e dim, vitin 2022 atje ndërprej punimet për shkak që puna kishte filluar pa leje ndërtimore dhe pastaj leja ndërtimore është kurzuar nga shpronësimet, shpronësimet e kanë procedurën e vet, kohën e vet dhe kjo ka si më thonë, në mënyrë zinxhirore drejt një vonese kronike, do të thoja, për një kompleks sportiv, futbollistik që gjithë dëshirojmë sa më shpejt ta kemi. Nuk besojmë që do ndodhin me këto, sa I përket afateve, këto janë si rregull 3 deri në 4 vite kanë një afat për realizimin, varësisht prej cilës fazë fillon. Tazom stadiumi I Suarekës ka një afat realizimit prej 3 vitësh, stadiumi I ri, do të thonë nis nga e para, ndërsa stadiumi Prezidentit është rikonfigurim përparim Thaçit, stadiumi aktual përparim Thaçit që do të rikonfigurohet. Stadiumi Zerpajzi në Podujevë që do të shtohen tribuna, po besoj që puna do të jetë më e shkurt në afatet kohore. Patjetër kjo sigurisht kurzohet edhe nga mundësitë buxhetore që do të mund të alokohen. Deri në këtë moment
si udhëheqësi i administratës mund të them, nuk kam se si të mos ta them që jemi shumë kënaqur me mbështetjen që kemi pas prej qeverisë, për shkak se projekcioni buxhetor i MKRS-s në sport është për 3 vitet e ardhshme është 54 milion, ndërkohë që qeveria duke u bazuar në ligjin për buxhetin në nenën 12, që i lejohet qeverisë të zgjas kufit për 5 vite, na ka mundësu që ne të mos vonohemi të fillojmë gjithë këto stadiume. Pra kemi pas një mbështetje deri në këtë moment të ndjeshme buxhetore dhe shpresojmë që kështu do ta kemi edhe në vazhdim. Nëse do ta kemi si të tillë, ne nuk do të lejojmë që afatet kontraktuale të tejkalohen nga operatorët ekonomik. Zotë Bislimi, një temë që padyshim prek shumë dhe madje edhe pyetjen sonte në anketën tonë kemi bërë të tillë projektit të stadiumit nacional, stadiumit kombëtar të futbollit, së fundmi është dhënë rëndësi në kontekst të lojrave mesdhetare Prishtina 2030, por deri më tani ai nuk është ndërtuar, nuk ka një afat konkret për këtë stadium, madje zyrtarisht ende nuk dihet lokacioni. Është fillimisht po flasim, është thënë që do ndërtohet në Drenas, më pas është ndryshuar për në Bërnis, së fundi me kanë qarkulluar lajm që do ndërtohet diku në dalje të Prishtinës së rrugës për në Lipjan. Cili është plani i MKRS-s për stadiumin nacional? A është vendosur ku do të ndërtohet, kur do të nisin punimet, kur do të përfundoj? Unë besoj që është mëkat për stadiumin nacional të diskutohet, të vihet theksi vetëm te lokacioni. E rëndësishme është që do të bëhet në territor të Republikës Kosovës. Dua edhe një përgjigje nga ti në pyetjen e anketës tonë se do ta kemi mundësinë edhe të votosh padyshim. Ai duhet Kosovën stadium i ri nacional. Urgjent, ka kohë, jo në këtë duhet. Cila do të ishte përgjigjja juaj? Derisa e kemi të parashikuar në projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026, nënkupton që duhet ta kemi stadiumin nacional, patjetër, domethënë atje nëse është dikush në regji na e bën një votë atje që duhet. Do të kemi mundësinë me telefon në QR kod edhe padyshim. Ose na rikujtojmë. Po, do të jetë në kuadër të buxhetit stadiumi nacional në vitin 2026 do të ketë një sepse ka pasur premtime që punimet do të nisin në vitin 2024. Çfarë ka ndodhur? Unë në Ministrinë e Kulturës në detyrën e sekretarit efektivisht kam marrë në nëntorin e vitit 2024, nuk i kam gjitha informacionet mund kështu të detajuara, por unë besoj që Ministria ka konsideru që ndërtimi i impianteve, i stadiumeve me, si më thonë, sipas kategorive përkatëse të rregullave teknike të UEFA-s, në për gjitha qendrat regionale, mund të shpije deri te një përfundim që a është i nevojshëm apo s'është i nevojshëm stadiumi nacional. Besoj që është kështu, pra është një farë kështu vlerësim në nivel perceptimit nga ana ime. Mirë po derisa tashmë e kemi në ligjin për buxhet, nënkupton që ky vlerësim tashmë dihet që duhet ta kemi stadiumin nacional, që nuk është, pra po them për mua, nuk është fare rëndësishme se kush do të jetë lokacioni. Por është vendosur lokacioni? Jo, domethënë do të jetë procesi i vlerësimit ndërmjet federatës, ministrisë, qeverisë etj. etj. Po pse që shumë shpejt do të merret ky vendim, nëse punimet planifikohen të nisen në vitin 2026, do duhej një periudhë. Me siguri po, me siguri kjo çështje është rezultati i kritereve, vendosen disa kritere si më thonë të ndërtimit të këtyre stadiumit, qasjen infrastrukturë, tjera afërsia me aeroportet, janë disa parametra që si më thonë vendet e zhvilluara i aplikojnë dhe besoj që edhe ne do të Sipas jush Bërnica nuk ka plotësuar këto kushte? Nuk e dim, nuk mund të them as që është Bërnica as që nuk është. As një lokacion nuk është ekskluzivisht sot i përcaktuar që do të bëhet ose nuk do të bëhet. Nuk pas ka mason të asnjë lajm ekskluziv. Ka pas disa, si më thonë, në publik hamendësime që projekti i hartuar në vitin 2019 dhe vitin 2020 e determinon tashmë edhe lokacionin kjo nuk qëndron, nuk mund qëndroj, nuk është ashtu. Një projekt
projekti në lokacion gjithmonë inxhinierët e din më mirë, por përveç disa aspekteve të shpimeve geomekanike që i thojnë ata dhe të, si me thonë, disa zhvillimeve në teren atje që, ose kontekstit terrenit, nuk është që nuk mund të aplikohet edhe në lokacione tjera, kështu që besoj se do të bëhet më e mira e mundshme dhe rëndësishme është që kjo temë duhet të depolitizohet sepse Stadiumi Nacional nuk bëhet për një komunë ose për një kryetar ose për një kryeministër ose për një ministër ose për një sekretar, por bëhet për futbollin, për shtetin e Kosovës, për futbollistët, për publikun. Domethënë kjo duhet jetë e qartë, e rëndësishme është që bëhet në territor të Republikës Kosovës. Padyshim. Në njëra nga 38 komunat, kjo është lajmi ekskluziv, në njëra nga 38 komunat e Republikës Kosovës. Derisa stadiumi kombëtar të bëhet realitet, është menduar si do të menaxhohen ndeshjet ndërkombëtare të futbollit. Ndoshta kjo më shumë është temë sa i përket Federatës së Futbollit, për shkak që stadiumi Fadel Vokri mbetet të ngarkuar si me ndeshjet e Superligës, po ashtu edhe me ndeshjet ndërkombëtare që në këtë rast klubi Drita i zhvillon në Ligën e Konferencës, po ashtu edhe në ato të kombëtares. Pritet të finalizohet ndonjë investim tjetër që do të mund të përmbushte kushtet e licencuara nga UEFA që ato ndeshje të zhvillohen në një stadium tjetër. Derisa bëhet stadiumi nacional. Sigurisht, do me thonë, stadiumi i Mitrovicës është më së afërmi për, si me thonë, për përfundu punimet edhe për të qenë i gatshëm që të presë ndeshjen ndërkombëtare, që do t'i bashkangjitet edhe stadiumit Fadil Vokri si stadiumi licencuar nga UEFA. Pastaj është stadiumi i Gjilanit, që në radhë të investimeve në për stadiumi është më së afërmi pas Mitrovicës, sigurisht, sipas planeve dinamike që i kemi të aprovuara në ministria që investon në këto stadiume. Dihet që stadiumi Gjilanit ka filluar me datën 27 maj 2025 dhe afatin e realizimit punimeve ka për 2 vite. Do të thotë nga ai moment punë intenzive dhe deri në këtë moment mund të themi që nuk kemi vonesa në arritjen e përqindjeve të caktuara sipas planit dinamik për të përfundu ky stadion. Zoti Bislimi, për te futbollit padyshim që ka edhe projekte tjera të rëndësishme për infrastrukturë të sporteve tjera, së fundi lajmi i fundit ka qenë shkrimi i kontratës për ndërtimin e qendrës nacionale të judos në Peq për cilësohet si qendra e parë ndërkombëtare e trajnimit në Kosovë, cili është roli që pritet të ketë kjo qendër, na fol pak për investimet që do të bëhen dhe padyshim ajo që na intereson më shumë ti është shuma e investimeve dhe afati i përfundimit. Po, është një lajm padyshim jashtëzakonisht pozitiv për sportin e judos edhe për gjithë sportdashësit në Kosovë, duke marrë parasysh që ky sport definitivisht i ka sjell sukseset jashtëzakonshme në shtetit tonë, e ka promovu si askush tjetër Republikën e Kosovës në arenën ndërkombëtare, e ka vendosur Kosovën në mesin e shteteve medaliste që nuk është punë shumë e lehtë për ata që përcjellin sportin edhe të dhënat sportive ose statistikat sportive nga afër, definitivisht kësaj federate, këtij klubi, atij qyteti, atij komuniteti sportiv, Kosova i ka shumë borxh dhe besoj që ky kompleks është vetëm pjesërisht një lloj mirënjohje dhe një mbështetje direkte, konkrete, përveç tjerash, nga ana e shtetit e qeverisë, e ministrisë, për gjithë çfarë ata kanë bërë për sportin tonë. Kompleksi i qendrës nacionale të judos në Pej është një kompleks që është ideuar ndoshta 10 vite më parë, sigurisht në përmasa të ndryshme, do të thotë ka pas diskutime ndërmjet federatës, klubit federatës dhe ministrisë vazhdimisht, ka pas përpjekje për të filluar ky projekt në vitin 2017, por që nuk ka rrjedh me sukses dhe në një moment është rikonceptu si një qendër me shumë funksione. Pra, Qendra Nacionale e Judos do të jetë një vend ku do të zhvillohen edhe gara, edhe do të ketë hapësira për përgatitje, do të ketë hapësira fitnesi, hapësira rigjenerimi, hapësira akomodimi, hapësira trajnimi e të tjera.
dhe do të shërbej edhe për, si me thënë, grumbullimet ndërkombëtare në sportin e judës, sepse tashmë shteti i Kosovës në sportin e judës është një nga shtetet me, si me thonë, me relevancë të pranueshme në kuadrët të Federatës Ndërkombëtare të Judës për shkak të sukseseve dhe jo rastësisht programi për zhvillimin e këtij sporti që mbështetet nga Qeveria e Republikës Kosovës e ka edhe emrin Kosova shtet i judos, sepse nuk do të kemi vetëm investimet në Qendrën Nacionale e Judës, ne këtë vit i kemi nis projektet edhe për ndërtimin e 3 palestrave stërvitore në qendra administrative, si në Ferizaj, në Mitrovica dhe në Gjelan, nuk patëm rast bisedojmë për këto. Kemi fillu punimet pra edhe në ato qendra, sepse programi parasheh që nxënës ose talent në moshë të re, si me thonë, të kenë pika më të afërta të stërvitjes dhe të zbulimit të hershëm të talenteve që është parakusht për arritjen e sukseseve kulminante në sportin e judës. Ky projekt pra do të zgjas për afati realizimit të projektit është 3 vite dhe vlera totale e projektit është 5.8 milion euro. Projekti është konsultuar gjerësisht me federatën, me inxhinier më të mirë të Kosovës, me profesionistë ndërkombëtar të sportit të judës dhe besojmë shumë që nuk ka asnjë arsye që ky projekt të mos vijoj sipas afateve të parapara, prandaj ne ministri jemi gëzuar dhe besoj që të njëjtën si me thonë, perceptojnë edhe komuniteti sportit judës në Kosovë. Padyshim. Zoti Besimi, jemi krejt në fund të kësaj bisede dhe të lusë në përgjigje pak më të shkurta dhe më të shpejta. Do të flasim shumë shkurt për lojrat mesatare Prishtina 2030, cili është vizioni juaj për sportin në Kosovë në kuadër të përgatitjeve të këtyre lojrave dhe ekziston tashmë një listë e qartë e objekteve sportive që do të përdoren për garat dhe që më pas, padyshim që të mbesin në funksion për vendin tonë dhe për sportin. Po, sigurisht vizioni është që ne tregojmë se mund të organizojmë, si me thonë, evenimente të tilla sportive ndërkombëtare, që Kosova të demonstroj, si me thënë, pasionin e saj për sport nëpërmjet këtij organizimi, që do ta sprovoj edhe shtetin edhe komunitetin lera më ministrinë e federatat, ndërsa unë besoj që deri në këtë moment, pavarësisht çfarë është sjellë në publik, përgatitjet kanë rrjedh sipas asaj që është planifikuar. Për momentin kemi komitetin organizativ të lojrave mesdhetare që po funksionon dhe që ka bërë një përzgjedhje të një prej kompanive në bashkëpunim me komitetin e lojrave mesdhetare për të bërë vlerësimin paraprak të gjendjes për investimet mirë, po sikurse e dim, atje është si me thënë libri i kandidimit që parashikon qartë kriteret dhe për masat e investimeve dhe ose si me thënë kategoritë e infrastrukturës dhe gjitha përgatitjet në këtë drejtim kanë rrjedh gjatë këtij viti, kështu që unë besoj që deri në këtë moment nuk kemi probleme. Problem mbetet vetëm fakti që ligji për organizimin e lojrave mesdhetare ende është gjykatën kushtetuese dhe kjo me siguri se në vitin 2026 mund të pengojë nëse nuk e kemi ligjin. Unë besoj që do kemi shpejt. Urojmë tjetër, zoti Besimi, dhe pyetja e fundit dihet që investimet në infrastrukturën sportive realizohen, jetësohen, për më pas një problem thelbësor është mirëmbajtja e tyre. Cili është plani i Ministrisë së Sportit sa i përket mirëmbajtjes në investimet që po i bën? A do të ketë fonde apo mekanizma për mirëmbajtje afatgjatë, do të varet nga buxheti vjetor i Ministrisë, nga klubet, nga federatat përkatëse apo nga komunat? Ky është një prej sfidave, do të thoja, që e kemi edhe ne në Ministri dhe që diskutojmë vazhdimisht. Përgjithësinë e zhvillimit dhe modernizimit e revitalizimit të infrastrukturës e ka në radhë parë Qeveria dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Mirë po, procesi i menaxhimit objekteve sportive është një fushë në cilën na pret një punë
jashtëzakonshme në vazhdim, sepse këtu duhet involvuar edhe komunat edhe klubet, po mbi të gjitha federatat sportive. Padyshim që do të përdoren edhe instrumente të ndryshme të menaxhimit, sikurse është partneriteti publiko-privat, përfshirja e sektorit privat në këtë rrafsh. Këtu kërkohet që të ndërtohet një politikë publike posaçme e cila do të sistemojë të gjitha përgjegjësitë e secilit institucion, secilit organizëm në të gjithë ciklin e, si më thënë, palëve ose hisedarëve që marrin pjesë në këtë proces, sepse për momentin ne po zhvillojmë si më thonë, infrastrukturë të gjerë sportive në Republikën e Kosovës, e cila në 3-4 vitet e ardhshme do të, si më thonë, lëshohet në punë, por që nga atëherë rrjedhin sfidat për menaxhimin e saj, e gjatë kësaj periudhe derisa kjo infrastrukturë ngritet, ne sigurisht se do të punojmë që të ndërtojmë një sistem të qartë të menaxhimit të objekteve sportive, i cili për momentin në Kosovë nuk ekziston, duhet të thënë qartë. Më thonë, për momentin ne kemi, si më thonë, marrëveshje, bashkëpunimi me federata, me komuna, varësisht mundësive, mendimin e ministrisë gjithmonë, që e ndihmojmë menaxhimin dhe funksionimin e këtyre objekteve, por që kjo kërkon një qasje gjithëpërfshirëse dhe afatgjate padyshim. Zotë Beqirimi, ka qenë kënaqësi që sot të bisedojmë bashkë. Faleminderit shumë për kohën, shumë suksese juve, padyshim më shumë të sportistëve. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.